Speranca TV paraqet. Dua t'ju përshëndes që të gjithë ata që do më ndëgjojnë. Jam një burr që i kam kaluar ca vite. Jam 60 vjeç dhe gjithë jetën time kam jetuar në këtë fshat. Këtu në këtë fshatin ton, gjërat funksionojnë krejt ndryshën nga qyteti. Shtëpit nuk i kemi të mbyllura me dyer të rënda hekuri apo me mure të larta. Ne jemi ngjitur me njëri tjetrin. Oborët tona ndahen vetëm me një gardh të ulët teli ose me ndonjë rresht me pemë frutore. Komshinjet i ke pjesë të ditës. Dhe komshiu im më i afërt dhe njeriu që shoh sapo hap dritaren e mëngjes është një grua 64 vjeçe. Shtëpinë e saj e kam fiks përballë. Ajo jeton vetë. Fëmijët i ka të martuar në qytet dhe siç ndodh rëndom sot, ata vinë rrallë, ndoshta vetëm për ndonjë festë të madhe. Unë e kam pëlqyer atë grua prej shumë vitesh. Është nga ato gra të rralla. Është e mbajtur e gjithmonë në rregull. Punëtore e madhe që nuk ankohet asnjëherë. Megjithatë, në fshat fjalët marrin dhënë dhe mentaliteti i mban njerëzit pak më mbrapa. Për këtë arsye, unë nuk kisha marrë kur guximin t'i shprehja ndonjë gjë konkrete. Kisha gjetur një mënyrë tjetër për t'i qëndruar afër. Ne kishim krijuar një rutinë të përditshme. Pothuajse çdo mëngjes, rreth orës 7:30, unë hapja portën time, kaloja gardhin dhe shkoja në shtëpinë e saj për të pirë kafen e parë të ditës. Uleshim tek shkallët e saja. Flisnim për punët e ditës, për motin, për baçen dhe pastaj unë kthehesha në shtëpinë time. Ajo asnjëherë nuk më refuzoi dhe nuk më tha jo për këtë kafe. Me priste gjithmonë mirë. Një ditë u zgjova pak më vonë se zakonisht. Ishte e diel, e një nga ato ditët e ngrohta, ku koha duke sikur ka ndaluar. E u vesha dhe u nisa drejt shtëpisë së saj me mendimin për të pirë kafen tonë. Kur u afrova tek porta, pash që gjërat nuk ishin si çdo mëngjes. Obori i saj ishte mbushur me karrige të nxjerra jashtë. Tepihët e vogël të korridorit që i kishte larë e që po i thaheshin e diell, dhe disa arkat e vjetra, e dera e shtëpisë ishte e hapur tërësisht. Hyra brenda pa thirrur. Ajo ishte në mes të sallonit, e kishte veshur rroba pune të thjeshta dhe po mundohej të shtynte e vetme një divan të madh që përshonte vërtet shumë. Po bënte pastrim të përgjithshëm të shtëpisë, nga ato që bëhen kur ndërrohen stinet. Kur dëgjoi hapat e mi, u kthye dhe duke buzëqeshur më tha: "Sot nuk ka kafe", më tha ajo menjëherë. E sheh që jam në mes të rrëmujës, po pastroj gjithë shtëpinë nga e para dhe s'kam as kohë e as vend për të ulur. Unë nuk u ktheva mbrapsht për të ikur. I thash që kafet i kishim pirë me vite dhe ishim kënaqur. Tani kishte ardhur radha të bënim edhe ndonjë punë shtëpie. U përgatita për punë. Dola e lash tek një karrige në obor edhe maicën që kisha veshur dhe u futa sërish brenda. "Nuk ke pse lodhesh ti me shtëpinë time", më tha ajo. "Lëri fjalët", i thash, "se atë divan ti nuk e lëviz dot as edhe 1 metër të vetëm." Filluam të pastronim bashk. Unë e kapa divanin nga njëra anë, ajo nga ana tjetër, dhe zhvedosem ngadalë deri në fund të dhomës, sepse ajo donte të pastronte pluhurat që ishin mbledhur poshtë divanit. Shtëpitë e vjetra në fshat
kanë mobilje të rënda. Janë shumica prej druri masiv, e që të lodhin shumë shpejt. E pasi e zhvendosem atë divan, lëvizem edhe 2 vitrinat e vogla dhe hoqem të gjithë perdet e salonit. Shtëpia u tjetërsua dhe dukej krejt tjetër pa to, me e zbrazët dhe me e madhe. Por gjatë punës, që ne po punonim të pastronim atë shtëpi, nuk munguan as ngacmimet. Ne jemi në një moshë ku i kuptojmë gjërat pa pasur nevojë t'i themi troç dhe bënim lojra fjalësh. Nuk i bëjnë me këto orëndisi dikur, i thash, për të shfryrë pak. Të lodhin krahet vetëm duke i parë. Ajo qeshte dhe filloi të rregullonte disa rafte. Ti je djalë i ri, je 60 vjeç, më thoshte ajo. Si mund të ankohen nga lodhja para meje që jam 64. Kështu vazhdonte ajo me lajka. I thash që unë mund të mbaja edhe 2 divanet e tillë në shtëpinë, por po esja ngadalë me punën, thjesht që të mos e lodhja atë, duke qenë se donte të bënte komandantin e pastrimit. Ajo ma ktheu fjalën me një herë duke thënë se po të prisja të bëja unë komandantin, shtëpia do të mbetej si gërmadh. E ishte një bisedë shumë e lirshme. Kishim shumë emocione aty brenda, edhe pse ishim të rrethuar nga pluhuri dhe rremuja e mobiljeve. Vazhduam kështu duke pastruar për rreth 2 orë. E dhoma u pastrua plotësisht. Kishte pa tapete dhe ishte pa perde, e çdo fjalë që thoshim bënte jehon. E jashtë nuk dëgjohej asnjë zhurmë fshati, asnjë makinë që kalonte e as asgjë. E ne ndjeheshim plotësisht vetëm. Ajo e la fshesën me një anë dhe ul në divanin që sapo kishin vendosur në rregull. Rrobat i kishte bërë pis dhe lodhja i dukej qartë në fytyrë, por prap për mua mbeti njeri shumë i bukur. Edhe unë e lash punën gjithashtu, e eca drejt saj dhe ula në të njëjtin divan, që kishte vetëm pak hapësirë në mes. Ta kisha ditur që je kaq i Zoti për të rregulluar shtëpinë, do të kisha thirrur me kohë për çdo punë, më tha ajo, me një ton shumë interesant. Unë gjithmonë këtu, përballë teje kam qenë, ju përgjigja direkt, por ti e kishe mendjen vetëm tek ajo kafja e mëngjesit dhe nuk me shihje për me tepër dhe nuk shihje me larg, i thash unë. Ajo ktheu kokën nga unë për të më parë, e biseda po merrte një rrjedhë krejt tjetër nga ajo e pastrimit. E çfarë do të thuash ti me këtë? Me pyeti ajo. E unë nuk kisha më ndërmend të fshihesha pas fjalëve të fshatit apo pas gardhit që ndante oborret tona. Jeta na kishte kaluar goxha shumë për të dy ne, e nuk kemi kohë për lojra. Duhet të them që një shtëpi e tillë ka nevojë për një burr, i thash hapur, jo vetëm për të lëvizur divanet në ditë pastrimi, por edhe për ta mbushur këtë heshtje që ke këtu brenda gjithë ditën. Një njeri që nuk iken kur mbaron kafja, i thash unë. Ajo mbështet tek shpina e divanit. Dhoma e madhe dhe e zbrazët dukej sikur na izolonte nga gjithë bota jashtë. Edhe ti vetëm je në shtëpinë tënde, më tha ajo, pa e rritur zërin. Mos bëj sikur nuk e njeh fare heshtjen. E njoh shumë mirë, i thash, prandaj sot vendosa që të mos kthehem më atje për momentin. Ajo buzëqeshi përsëri me buzën e gaz dhe më tha, atëherë çfarë do të bëjmë ne të dy? Ishte pyetja më e pastër dhe më e drejtë për drejtë që kisha ndëgjuar ndonjëherë nga ajo, e dialogu e kishte bërë të veten, e nuk kisha nevojë t'i shpjegoja asgjë më tepër. Ju ofrova plotësisht pranë saj në divan, pa bërë asnjë gjest të tepruar dhe pa thënë asnjë fjalë boshe. E putha direkt në buzë, e ishte një veprim i vendosur nga ana ime, por edhe ajo e pranoi puthjen natyrshëm, si diçka që duhet të kishte ndodhur me vitet e tëra gjatë atyre mëngjeseve me kafe,
por që sapo kishte gjetur momentin e saj aty. Pasi u puthem, ajo unë ngrit në këmbë e unë zdia se çfarë donte të bënte. Shkoj deri në dhomën e saj, e unë nuk ju vura mbrapa, qëndroja aty duke mos ditur se çfarë të bëja. Por miq, kur ajo u kthye dhe e pash tek dera, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.